Learta Jakupi rrëfen hapur, ja si është ta kesh shyret e Behlulin vjerë. Learta Jakupi ka ndarë së fundmi disa fjalë të sinqerta për raportin e saj me ikonën e muzikës popullore, Shyret e Behluli, duke zbuluar se marrëdhënia mes tyre është më shumë se harmonike. E pyetur nga gazetarët se si është jeta duke pasur Shyretën si vjerë, Learta u shpreh se e konsideron këtë një bekim të madh në jetën e saj. Ajo theksoi se mes tyre ekziston respekt i ndërsjellë dhe komunikim i vazhdueshëm. Sipas Leartës, çdo vendim i rëndësishëm diskutohet dhe merret së bashku, çka dëshmon lidhjen e fortë familjare dhe mirëkuptimin që mbizotëron mes tyre. Në fund, Learta nuk la pa e falendëruar publikisht Shyret e Behlulin për gjithçka, duke vlerësuar mbështetjen, këshillat dhe dashurinë që ajo i ka dhënë ndër vite. Një raport vjerë, nuse që po shihet si shembull, ku dashuria, respekti dhe uniteti familjar janë në qendër të gjithçkaje. Na beje subscribe kanalin Shqipbiz dhe like për t'i parë çdo lajm nga showbizi.